Dhe njëri prej tyre ishte ditën e sotme. Çfarë prisni të arrini me këto denoncime? Qëllimi im kryesor këtu është të faktoj shqiptarëve të gjithë farsën e 11 majt, të faktoj komunitetin ndërkombëtar të gjithë përmasat e kësaj farse. Edi Rama ka normal një fushat të egër, presionin nga nivellet më të larta, mbi vëzhguesit ndërkombëtar në Shqipëri dhe drejtues të tyre. Ne jemi në komunikim të vazhdueshëm me këto trupa dhe ne u dërgojmë atyre të gjitha. Edi Rama ju ka shtruar një pyetje atyre. Ku i keni ju faktet për ato që keni shkruar? Faktet që ne kemi për 5.000 qendra votimi janë një tërkuze gjatë mira kilometra po të rrjedhohen njëra pas tjetrës. Por ne kemi gjithashtu synim të kthellojmë shqiptarët, të qartësojmë shqiptarët, të motivojmë shqiptarët, se qeveria teknike dhe zgjedhjet e lira duhet të jenë betejë jonë me të gjithë potencialet. Se terallët intelektual të lumit të lidhur me fije të panumërta me krimin e djeshëm dhe krimin e sotëm, me krimin politik të diktaturës e kam fjallën, dhe me krimin e bandave të sotme, që nga mëngjesi darkë, ku janë dhe kus janë, përpiqen të përligjin farsën e Edi Ramës, përpiqen të mashtrojnë shqiptarët, se fajnë e ka opozita, përpiqen të mashtrojnë shqiptarët, se Edi Rama vori po i fitoi, duke të treguar moralin e kalbur të tyre. Pra, përballë kësaj propagande, të kontrolluar tërësisht nga qeveria dhe të paguar nga qeveria, ne paraqesim çdo ditë fakte, dokumenta që dëshmojnë, u provojnë shqiptarëve se çfarë ndodhi në 11 maj dhe në fushatën elektorale në Shqipëri. Pra, ky është qëllimi ynë, natyrisht. Natyrisht, e gjitha kjo është në funksion të motivimit të fuqishëm shqiptarëve idealistë, të cilët besojnë se lufta për votën e lirë është luftë për dignitetin, është luftë për të ardhshme dhe janë të gatshëm për sakrificat, të gjitha sakrificat që të i kthejnë votën shqiptarëve. Kjo është përgjigjja ime. Duke ju uruar një fundjavë të mbarë, të dashur qytetarë dhe qytetare, duhet t'u informoj se Edi Rama ka urdhëruar media që kontrollon, që i ka blerë, që i ka shtruar në veglat të tij, të censurojnë në maksimum të vërtetat, faktet, dokumentat që paraqiten çdo ditë në këtë sallë, ndaj dhe ju bëdh thirrje të ndiqni
rrjetet sociale, në të cilat dora e zezë e censurës ti nuk mund të pengoj për të mësuar këto të vërteta. Faleminderit.